Për herë të parë vendosen rregulla të qarta për ofrimin e shërbimeve shëndetësore ndaj turistëve të huaj në qendrat verore të shpërndara në të gjithë Shqipërinë me tarifa të publikuara paraprakisht. Këtë e bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë Evis Sala gjatë inspektimit në qendrën shëndetësore verore të Pogradecit. Punojmë për vendosjen e tarifave për shërbimin shëndetësor që turistët e huaj do të marrin gjatë këtij sezoni veror në qendrat shëndetësore tona verore. Ky urdhër vendos për herë të parë një kuadër të unifikuar për regjistrimin, trajtimin, tarifimin dhe dokumentimin e shërbimeve shëndetësore të ofruara për shtetasit e huaj në institucionet tona shëndetësore publike. Sipas kuadrit të ri përcakton rastet kur turistët përfitojnë shërbime falas, tarifat për shtetasit të jo rezidencë si dhe informimi i pacientit mbi kostot e trajtimit dhe lëshimin e dokumentacionit financiar përkatës. Ai përcakton qartë kategoritë e shtetase të huaj që përfitojnë shërbime falas, rregullat e aplikimit të tarifave për shtetasit jo rezidencë, procedurat e evidentimit të shpenzimeve për rastet e mbuluara nga marrëveshje ndërkombëtare, ndërshtetërore, si dhe garanton transparencën e tarifave dhe të drejtat e pacientëve. Ministria Sala sqaroi se të ardhurat e gjeneruara nga tarifa do të përdoren për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore publike. Që nga fillimi i sezonit veror 2026 në të gjitha qendrat shëndetësore verore janë trajtuar 4940 pacient, ndërsa diagnozat më të shpeshta kanë qenë hipertensioni arterial, alergji dhe viroza intestinës. Aktualisht në gjithë vendin funksionojnë 36 qendra të tilla me 301 mjek dhe infermier.